Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur ta shefni hanën e re, fillon e agjërimin. Dhe kur ta shefni hanën tjetër të re, bëjnë e bajramin. E nëse ka mjegulla, nuk mund ta shefni hanën, plotson e muajin Shaban 30 ditë. Në transmetimin e Buhariut qëndron, fe in gubbi aleikum, nëse nuk mund ta shefni hanën e re, atëre plotson e numrin e muajit Shaban me 30 ditë. Ta shifne, kjo është një prej qarimeve që na i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta pas malet. Nëse jeton në vende ku ka mjegulla, ku ka rre, sikur është puna tena, se ka dimën, ka vjesht, në botën arabe për shembull është thatë. Edhe shumicën e kohës nuk ka mjegulla. Ama na jemi vende ku ka lagështi. Edhe të na Ramazani për shkak se lëviz na vjen edhe verës, edhe vjesht, edhe dimën, edhe pranverë. A gjithë ne dim se edhe vjesht, edhe dimën, edhe pranvera kanë mjegulla. E ti del me pa hanën, po ka këtë mjegulla, se në shef kur gjo. E çka është zgjidhja? E plotson muajin Shaban 30. Pse? Do të muaji i hijretit, muaji i kalendarit lunar ka 29 apo 30, nuk ka më pak as më shumë. E nëse ti se ke pa hanën, e plotson muajin Shaban 30, edhe masë ditë e ardhshme është sigurisht që Ramazan. Agjërimi dhe bajrami bëhet duke pa hanën e re. Se në gjuhën arabe, el kameru i thuhet hanës. Ama hanës si planet, hanës si satelit i tokës. El kamer. Po kur është hana 15, i thuhet el bedr. Hana 15. E kur është hana e re, sa ka fillu, gjuhën shqipe s'ka, hana e re i thuhet. Gjuhën arabe i thuhet el hilal. Hilali, el hilal, dhe dhët hana, kur të lexosh dikon gjuhën arabe, se wattala al hilalu, për shembull, dhe u shfaq hilali, ti e din se hana e re. Edhe kur thushti wattala atil bedru, u shfaq bedri, ti e din se hana 15, që hana e plot, rumullaki i plot. Dhe kur thushti ra'aytul qamara, kam pa hanën, kamerin, e ki për qëllim hanën si sateliti i tokës. Që vetë gjuha arabe sa është në avantazh për gjuhëve tjera. Andaj këtu, ky kapitull na jep me mësu që agjërimi, fillimi i agjërimit të Ramazanit dhe fillimi i bajramit ndodh me pamjen e hanës. Dhe se njerëzit secili punon sipas asaj që e shef hanën në vendin e vet. Sidomos në kalumen, ku njerëzit kanë mujt me u informu. Prej Damask e deri në Medinë duhet disa ditë me udhëtu për memrin, për para, kur kanë ecë me kuaj, me deve. E në kom mos flasim edhe ma shumë. Se prej Mekë në Medinë ju është dash 2 javë me ecë në kom. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bëu hijretin edhe kur ka bëu haxhin. Pra mundo për Damaskut me muj. E tash ato musliman që kanë jetu në Damask s'kan mujt me prit me i kallzu këta në Medinë kur e kanë po hanën, me thonë fillon edhe ju agjërimi, se s'mrin. Po këta të Medinës e kanë këshirë për vete hanën. Të Mekës e kanë këshirë për vete. Të Damaskut e kanë këshirë për vete. Të Bagdadit e kanë këshirë për vete. Edhe se cili e këshirë hanën për vete. Kjo në të kalumen. Ama sot, kur ka teknologji, mjafton që hana qivet në një vend për botës islame, e si pas asaj parje të hanës, të agjërojnë këtë muslimantë. Mirë për kjo fatkeqësisht nuk po ndodh. Edhe jo për arsye fetare, por më tepër për arsye politike. Se shtetet muslimane të grindura mes vete, edhe në këtë çështje nuk pajtohen. Te na muslimanët e Ballkanit përgjithësi, Turqia, Shtetet e Bashkimit Sovjetik, Republiket Islame në të ish Bashkimit Sovjetik dhe Ballkani, agjërimin e fillojnë me takvim. Do të thot me përllogaritje astronomike. I kanë ato do përllogaritje matematika dhe e parashojnë se çdo vjet kur fillon çdo muaj hijretit. Të kalumen këtë ulemat, pa përjashtim ka thonë kjo nuk ban përpara.
Mirë po sot, ulemat bashkohor, edhe këta thënë që na duhet me pa hanën, edhe me shku me fillu Ramazanin me hanë, Bajramin me hanë, mirë po. Masi kjo s'po ndodh për këtë umetin. E çdo shtet po i nxjerr njerëzit me pa hanën dhe po gjykon ndryshe për shtetit tjetër. Dikush e shef hanën se tejntën është Ramazan, dikush e shef hanën se gjumon është Ramazan, edhe këtu ka mundësi me pas kësi dallimi, ama me dalë dikush me thonë shtunën është Ramazan, ka që dallim nuk ka. Së mund pas një ditë dallim, ama 2 ditë s'mundët. Për shkak se ka raste që ka pas dallim me 2 ditë pej vendit në vend, atëherë ulemat bashkëror kanë thonë çdo shtet le t'i përmbahet mënyrës së vet që ka zgjedh me fillu Ramazanin. Kush e shef me hanë, kjo është më e mira, le të vazhdon me shikimin e hanës, po këtë banorët e atij vendit le të agjërojnë atë ditë. E jo për shembull, supozojmë, Jordani qëtë komision me pa hanën. Edhe pamja e hanës në Jordan dallon prej pamjes hanës në Saudi, edhe pse Saudia dhe Jordani janë kufi. Atëherë me uqu djemt e ri musliman në Jordan, me thonë valla na spajtona me pamjen e hanës në Jordan, kena me agjëru me pamjen e hanës në Saudi. Çka i thënë ulemat atyve? Jo, gabim e keni. Jo agjëroni me pamjen e hanës të shtetit tuaj. Boljan përqa shtetit me zvete, mos i përqani dhe musliman me zvete. Po mirë, na i themi hoxhallarëve, botës islame, të na se shofin hanën, të na dihet takvimi del fillim vitit, edhe na pin fillim vitit e dimi se me 23 mars, dita e njëjtë, është Ramazan. As nuk e shohim hanën, as nuk kemi ekip që kontrollon hanën, as çfarë bëjmë na? Ulemat e mëdhej, thënë agjëroni me muslimanët. Kur të thënë musliman, paria muslimanëve ndesh e patën tamam, ndesh e kanë gabim. Ndesh e patën tamam, ndesh e patën gabim, ndaç e patën tamam, ndaç e patën gabim, agjëroni me musliman. Kur të agjëroni këtë, agjëroni edhe jo. Pse? Po të bollë musliman po ndohen shtete me shtete, tamam punët ndohen edhe mrena. E të bëhet të llovi mes muslimanëve. Tu të na në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, fatkeqësisht çdo Ramazan kemi kësi lloj situatash dhe problemesh. Ku dikush për xhallarëve dhe për muslimanëve agjëron me pamjen e hanës së Saudi. Edhe na shkalon vendimin e agjërimit të ne me takvim. Edhe bëhet përplasje dhe përçarje mes muslimanëve. Në fillim të Ramazanit përçarja nuk është edhe shumë me pasoja, ama problemi kur ndodh, kur vjen Bajrami. Tash me konë që ti ki Bajram e ai ka Ramazan, ose ti ki Ramazan e ai ka Bajram, atëherë mund të bëhet lam shpuna. S'din kush të kush shkoje, më bëu për hajt Bajramin se dikush ka Bajram, dikush s'ka, dikush ka Ramazan, dikush s'ka. Edhe bëhet do thotë pishaqef i madh, a Bajrami është ditë gëzimi. Edhe andaj na mendojmë, edhe insistojmë, edhe kemi fol për çdo vjet, edhe kemi shkruajt, edhe kemi përcjell fatvat e ulemave. Se mendimi jon, edhe mendojmë se është mendimi më i saktë, edhe më i dobishëm, edhe ka me na sjell hajër më të madh në dunjë, edhe shpërblime më të mëdha te Allahu në ahiret, kështu e besojmë na. Për atë dhe folim, është që na të agjërojmë me muslimanët. Pa marrë parasysh se çfarë metode kanë zgjedhur ata me përcaktuar fillimin e Ramazanit, edhe fillimin e Bajramit. Pse? Sepse vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-sawmu yawma tasumun. Agjërim është atë ditë që agjëroni krejt ju. Wal fitru yawma tuftirun. Dhe Bajram është atë ditë që krejt ju e bëni Bajram. Andaj e ka nënvizu se agjërimi me besimtarët është një prej shenjave të fillimit të agjërimit. Kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve, atëherë edhe ti agjëron me ta. Dhe kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve se është Bajram, ti bën Bajram me ta. Mos u ndaj për tyre. E ky hadith është argumenti jon. Dhe na mendojmë se ky hadith na mjafton neve para Allahut. Kur na pyetë neve Allahu i madhreshëm o xhallarëve, ju o xhallar i keni thonë xhamatit se hana Ramazani fillon me pamjen e hanës. Ne themi po. Filan hadithi po. E po pse ju keni agjëruar me takvim me jo me hanë? Ne themi ja Rab, se të na kryesia e Bashkisë Islame
nuk e ka vlerësu se fillimi i Ramazanit duhet me qenë me pamjen e hanës. Po ata kanë vlerësu se parashikimet astronomike dhe kalkulimet astronomike janë të sigurta edhe janë të përafërta me pamjen e hanës dhe na mjaftojnë ne ato për me përcaktuar Ramazanin që në fillim të vitit. Edhe me ditë muslimanët kur e kanë Ramazan për me marrë pushim ose për me ju përshtat Ramazanin me punë të veta. E para, e dyta, kemi lexuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se agjeroni kur të agjerojnë musliman. E masi Bashkia Islame të ne ka caktuar kështu, megjithëse na nuk pajtohemi me mënyrën që kanë caktuar ata, po ata kështu e kanë caktuar. Edhe shumica e muslimanëve agjeron me takim, edhe na agjerojmë me musliman. Edhe argumenti on para te jara, po shkoj hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk kemi pa argument para Allahut të Madhreshëm. Edhe plus të e pas parasysh se na dojmë që muslimanët mos përçahen mes vete, mjafton kjo argument i tretë me qenë që na më kap të gjithë bashkë për litarin e Allahut. Dhe me fillu agjerimin bashkë dhe me përfundu bashkë. Më gëzu me hymin e Ramazanit këtë për njëherë, edhe më gëzu me ardhin e Bayramit këtë për njëherë, e jo më bo lamsh e të lovi kjo punë.